Paso në Top Albania Radio. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve nga Top Albania Radio. Jemi live në Paso si çdo të premte, gjithashtu edhe në digital në kanalin Sport News. Do diskutojmë sot në këto 2 orë për ngjarjet më të rëndësishme sportive të javës dhe atë çfarë na pret në fundjavë. Jemi 2 ditë përpara El Clasicos, ndeshjes më të rëndësishme, jo vetëm në Spanjë, por gjithë Europën. Është takimi më i ndjekur në botë. Përballja mes Realit dhe Barcelonës. Do flasim gjërë sot, do flasim për Champions League-ën, për ndeshjet që u luajtën, për 3 rekordmenët. Mbappé, Harry Kane dhe Haaland janë 3 lojtarë që po shënojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe Thierry Henry ka bërë një analizë edhe për ta, duke i krahasuar se si janë 3 sulmuesit në këto momente me 3 skuadrat. Jam në studio me Gzim Sinematin. Mbrëma. Lorenzo Jeminin. Mirëmbrëma dhe Arcani. Mirëmbrëma. Në këto momente po luhen gjithashtu ndeshjet e kampionatit shqiptar. Ka përfunduar një takim mes Vorës dhe Dinamos 0-2. Ka fituar Dinamo, që ngjitet në vendin e dytë në renditjen e kampionatit. Është një javë kampionati do luhet sot dhe nesër, 3 ndeshje do jenë sot. Po luhet në këto momente Elbasani me Bylisin, është në pushim, ose më saktë ka filluar pjesa e dytë prej pak minutash ka filluar pjesa e dytë. Elbasani Bylis 2-0, pjesa e parë, dhe po luhet gjithashtu Vllaznia me Tiranën në Shkodër në stadiumin Loro Boriçi, rezultati 2-1. Në këto momente ka kthyer rezultatin skuadra e Vllaznisë, ishte 1-0 për skuadrën e Tiranës me golin e Tabekut, dhe në 5 minuta Vllaznia shënoi 2 gola me Jagor, një gol shumë i bukur, dhe me Bekim Balen. Është minuta e 46 sapo ka filluar pjesa e dytë. Do kemi dhe lidhje pastaj me Shkodrën për të parë se çfarë do ndodhi aty, nëse do ketë ndryshim rezultati në këto 2 ndeshje që po luhen në këto momente. Do t'ju njoftojmë. Është një kampionat interesant. Ardhi një opinion i parë edhe për kampionatin, sa e ke ndjekur ti të paktën në këto javët e para. Nëse e ke ndjekur gjithmonë. Mos gënje, jo dhe shumë, më shumë nëpërmjet shtypit të mediave, se sa ndeshjet shikuara live, po disa pjesë. Më shumë fakt Partizani. Nuk është se ka të rresh në një gjë e veçantë këtë vit, domethënë, për ta ndjekur dhe më shumë. Për momentin jo akoma. Domethënë pres në diçka tjetër, megjithatë shikoj këto lëvizjet e të paktën Partizani me qenë ndjek, me qenë se jam dhe tifoz. Këto lëvizjet e trajnerëve çuditshme, domethënë janë pak që vazhdojmë të kemi, domethënë është çike që direkt i vjet faj trajnerit në një kohë që me ato lëvizje që janë bërë në skuadrë me hyrjet e daljet e kanë këta, domethënë grupi i menaxhimit të skuadrës që dështon, pra s'është vetëm trajneri. Megjithatë, do të presim tash këtë zëvendësuesin, sepse nuk besoj se është trajneri definitiv, besoj ky tani. Nuk beson që Kërnai do vazhdojë, domethënë. Ai kishte deklaruar që do vazhdojë, po kërkojnë për Partizanin B. Po se u hapën ca llafe, jo po me Energ Gjokën që do vike Partizani etj, kështu sikur. Po patin fakt disa zëra të ndryshme edhe për Armando Cungu në fillim, pastaj nganjëherë këto trajnerë që s'kan shumë eksperiencë në superiore, për shembull siç është Kërnai, që është tash, domethënë ndoshta edhe mund të ketë me pasionin e tij, sepse edhe fundit edhe trajneri Rogozhinës nga njëti sistem apo ajo doli. Domethënë nga zëvendës, pastaj erdhi dhe bëri mirë, kështu që gjithmonë asnjëherë nuk i dihet domosdoshmë se ka trajnerë me shumë dëshirë dhe pasion që mund të jenë edhe më të mirë se sa ata që ose më saktë të kenë rezultate më të mira se sa ata që marrin si me eksperiencë, që edhe ky serbi që sa i ardhi iku domosdoshmë. Jo, absurdi është që ky drejton Partizanin Super League, të premte dhe të diel drejton Partizanin B. Po këtë po them pra që nuk është klub serioz gjithsesi. Se mirë, mund të drejtoj 2 ekipin në klubin. Nga Vlora shkojnë Devoll, nga Vlora që luajti Partizani. Jo, vitin e Partizanit bën dikush tjetër, bën zëvendësi vet, po në ndeshje shkon si mund të shkojë trajneri të drejtojë ndeshje. Po pse duket çudi. Aja ke bëja. Po Partizani ka provuar edhe tjetër, ne kishte drejtor, e bëri trajner, ai bënte edhe drejtor dhe trajner. Është logjike drejtor trajner se e njeh skuadrën. Jo. Më thuaj në botë ku ndodh që drejtori bëhet trajner. Në krahasim me pastaj bëhet prap drejtor. Jo, në krahasim me 2 rastet. Jo, në krahasim me 2 rastet, po them jo. Kjo është logjike pa diskutim. Se është si Zbrezi tani iglitare ti je trajner nëse heqin Allegri nga Milani, po them. Nuk shkon, po neve kemi shumë afër me njëra tjetrën, po ata kanë një mur përpara. Drejtori diku është punë tjetër, trajneri është punë tjetër. Po këtu nuk është hera e parë që ka ndodhur kjo. Në shumë vite ne kemi parë raste të ndryshme. Jo, di çfarë është, unë jam mbështetë se ta di pse. Le të mbështetet diçka e ri. Ky kampionat. Jo, po patjetër. Ne i kemi dërmuar të rinjt. Ne po japim dorë aq më tepër që shqiptar. Paktën dali, se dha me sa kuptohet është mos bien kategoria, pastaj çka kujdes është talent për ata lëndë. Si ka puna e triut sot për shembull një njerëz ku futet në peshore më vlerë se trajnerët e tjerë. Trajneri Ignatës për shembull krahasohet me trajnerët e mirë sot.
Po. Me këto vitet. Po. Jo vetëm se ka marrë 2 kampionate, ëh, por edhe për futbollin që ka luajtur tek natë. Futbolli që ka luajt ka një lloj dinjiteti në punën e tij, domethënë për mënyrën se si ka drejtuar skuadrën. Edhe kanë lejuar, edhe kanë lënë të punojë se këtu Jo siku arrimne edhe e kanë lënë. Po pse? Po ke rast se di e madhe edhe kanë lënë. Po ai normal ashtu do të jetë. Starova doli kampion me Partizani Hoxhën. Vërtet. Gega doli kampion me Partizani Hoxhën. Domethënë dhe s'të lënë. Tirana ka qenë shumë trajneri i shkarkonte nga detyra sa dilin kampion po. Nuk tetovën doli kampion. Duket sikur nuk e durojnë dot këtë suksesin e trajnerit. Në fundit zgjedhja e tyre është, e kupton? Ka një rezervë për atë që tha diçka. Ka një gol të Bylisit, edhe me 10 lojtar Bylis shkurton diferencën me Elbasanit 2-1. Minuta e 52. Shpesh me 10 lojtar. Minuta e 52. Sa herë që ata rebelojnë, shkojnë ke 10-a, ke 9 lojtar, gjithmonë ja pusin kokën. Okej, mund të një rezervë për atë që thotë Adi, që do ta shoh pak kampionatin. E di se them që është fakt, sepse pronari i kampionatit e shikon dhe nuk e shikon. Pronari i kampionatit. Ai i thotë, "Oh, Maroko ç'kemi." Ora 6:12 minuta, ora eksakte vjen nga Verde Watches. Ndalemi pak te Champions League, si u duk Champions League këtë javë, eventet. Pas pak do futemi edhe tek El Clasico, do t'ju tregoj dhe fanellat dhe topin me cilin do të luajë rubinetat të hapur. Sarçineskën ti Adi 6-7. Kjo po tregon që ai sistemi që Ancelotti gjithmonë se ka pas qejf, domethënë që në fillim kur është krijuar, po tregon të disnivelet. Pra, tash në Champions League në grupe domethënë tash nga 5 nga 6 po fshihet Napoli mrena, domethënë kjo është çike e tepërt. Gjithsesi, nga kjo japa që doli mendoj të paktën janë kristalizuar të paktën 3 nga skuadrat që mendohet që në këto momente me pikë të plota janë 5 ekipe. Pra në 3 ndeshje 3 fitore. Parisi. Unë flasi Bayern Munich, edhe Arsenali. Inter, Arsenal, Real Madrid. Po pra, kurse nga këto 5 ato 3 që shohun që do ta marrin këtë vit është o Parisi prap, Arsenali ose Bayern Munich. Arsenal, Bayern Munich. Reali se fus fare. Reali nuk e shef fare në këtë finale të fitoj kampionatin që filloi Champions këtë vit Reali jo. Se shof. Edhe me Juve na di që po mirë hapim pak të diskutimin se pëlqej. Pse nuk e shef? Çka ka Reali më pak se të tjerat? Ta vazhdoj unë. Po. Nuk po them se ka Reali më pak se të tjerat, por mos harro që logjikën do ta ndjekësh logjikën për gjithë sezonin. Do të nuk mund të matesh vetëm për ndeshjet që luhen shtator tetor. Ti e di që Reali në mars fillon pra tash shtohet vërtetësia. Tash pyetja jote ishte ne nuk dimë as do jemi nesër ti thotë deri në mars. Logjikën do doja ta shtrihet në gjithë sezonin. Kështu si po shko puna, themi që politikun ketë zgjedhje në mars vit tjetër, këto është që nuk është në Shqipëri. Po, Shqipëri. Në të dyja fushat. Sa ta që do jemi nesër janë punë të Zotit. Po këto zgjedhjet e gjona pastaj varet. Çike këto te fjalit bukur pastaj. Po i hyne çikse na di gjatë ditës, a kupton, na di çike dhe mos ta zgjasim më shumë te pjesa politike se s'është, por që po thoja, po sa keni parë, pyetesh sa keni parë tash. Dhe the që këto janë me pikë të plota, a kupton? Duke parë këto me pikë të plota, duke parë çan duke bërë në kampionate, nga kjo them domethënë që 3 ato që janë që mendoj unë që do shkojnë deri ose më saktë pretendentë kryesor me përqindje pak më të mëdha se këto të tjerat, janë këto 3 që sapo përmenda. Këto të 3 kanë ekipin e mirë, pra janë të Reali do zgjidhë çik problemin e lojtarëve të Stolit që ka sot. Pra ka lojtar me 70-80 milionë euro të bler, a kupton, si Hendrik apo dhe si Masantuono, të cilët janë të rinj, por nuk po kanë minuta dhe sot dhe bëhet fjalë domethënë që të paktën Hendrik mund të tuazohet në janar. Do i pëlqej apo jo kjo lloj zgjedhje Alonsos Fiorentino Perez, këtë do ta shohim. Sepse zgjedhja, pra Hendriku është zgjedhja e tretë, i dyti është Gonzalo Garcia. Gonzalo, po sulmuesi. Sulmuesi i dytë, pra aty ka një sulmues që është tepër, duke qenë se Mbappé apo luan çdo ndeshje. Pikërisht pra. Dhe është një nga 9 atë, nëse mund ta quajmë 9 atë qendrorin. Jo, që nuk po ka shumë hapësirë. Po pikërisht pra, dhe Hendrix po i bie rasti të luaj fare po. Dhe këtë po them pra, po që dy nënçi që zonë Mbappé janë Gonzalo Garcia dhe Hendrik. Po. Hendrik nuk lutet as i majtas i djathtë është pyk e midfield. Pra nuk mund të bëjë dot zëvendësimin e Vinicius Junior apo të Rodriguez. Tjetër problem që Reali është Brahim Diaz, që me Masantonon tash kanë goxha vlerë sepse ai po paraqitet shumë mirë, ky po merr pak minuta, po është edhe i ri. Kështu që zgjidhja këtu pra cila ishte forca e Ancelottit? Ishte menaxhimi i yjeve. Do arrit dot Alonso ta bëjë këtë menaxhim të mirë në këtë sezon, do ta shohim. Fakt po duhet që Lenzi përmendi punën e Juves. Po, aty e pash Reali shumë të brisht.
ta rrezikoj Juve, madje Juve ishte favorite në pjesën më të madhe të kohës, raste pafund. Bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, dhe kthehemi më njëherë, vazhdojmë diskutimin për Champions League. Rikthehemi në paso dhe tani na zbukuruar dhe studio. Ata që na ndjekin në radio nuk e shikojnë dot, por në tavolinën tonë kemi 2 fanellat e skuadra që do të luajnë El Clasico ditën e diel në orën 4:01, ndeshje ekskluzive në Digital. Fanella e Realit Madridit dhe fanella e Barcelonës, me cilën do të luajnë ata ditën e diel. Gjithashtu kemi dhe topin zyrtar, që do përdoret një top i veçantë, Orbita, me një dizajn të veçantë për El Clasico, që do të luhet ditën e diel. Të tre këto dhurata, pra 2 fanella. Fanella e Barcelonës, fanella e Realit Madrid dhe topin e El Clasicos, tifozët mund t'i fitojnë. Dhe mënyra për t'i fituar është kjo: futuni në faqen e Digitalbit. Atje ka një pyetje në lidhje me El Clasico, në lidhje me goleshënuesit, jepni një përgjigje. Ata që kanë bërë përgjigjen e saktë, ata që gjejnë përgjigjen e saktë të hënën, nëpërmjet një aplikacioni hyjnë në shorte dhe mund të fitojnë fanellën e Barçës, fanellën e Real Madrid dhe topin e El Clasicos që pret. Në të vërtetë topi ishte shumë i bukur, Lorenzo. Shumë i bukur. Një dizajnim shumë i bardhë me gold, topi lezetshëm. Ti kur e morën në dorë e pethe, duket se është bërë pak pis, po në fakt janë pjesët e dizajnit që e bëjnë me të vërtetë shumë të veçantë. Një top shumë i bukur, po ashtu dhe fanella gjithashtu. Kështu që hyni në faqen Digitalbit aty, keni çdo informacion, është fotoja e parë për një goleshënuesin më të mirë, ke 4 alternativat, përgjigja e saktë të fut më njëherë në shorte dhe aty zgjidhesh fitues ditën e hënë, do të shpallen 3 fituesi për El Clasico. Do flasim pas pak për El Clasico. E lam ke Champions League. Jo, do t'i thoja Adi këtë që më bëri përshtypje një koment tek mediat kryesore spanjolle, këto është ringjallët Bellingham. Po. 2-3 javë përpara thoshte Mbappé i vetëm. Domethënë Realit nuk po i ndizën gjithë talentet. Gjithmonë domethënë tani ajo nuk e zgjidh gjithmonë probleme vetëm me Mbappé. Ai mund të bëj gola rregullisht, por ata kanë provuar që kanë dalë me Barcelonën. Sidomos të beti komente tani vendit të Jamalit që është hapur. Do merremi çik me atë se mu duk një sot Real Madrid ka dalë me një njoftim dhe gjithmonë çajin. Ankohen. Albani mund të ankohen. Edhe po çajin lamentare. Po. Edhe e mbani mend ta 4-0 thoshte, edhe tregonte historia gjedhjet e rezultateve që dhemin më shumë në historinë e këtyre El Clasico. Do të thoya që nuk është vetëm problemi i stolit ajo që duhet zgjidh. Në rendiment nuk ka qenë e mirë e gjithë reparteve. Po, këtë po them pra, sepse po marr një shembull tjetër se do të shkoj pak me rregull treshi kësaj punës Champions League-s, pra Reali mundet 5-2 nga Atletico apo 4-2 nga Atletico. 5-2 nga Atletico. Ndërkohë që Arsenali fut 4 Atleticos. Pra tani po ta marrim me rregull treshi, domethënë në sensin e çdo ndeshje ka historinë vetë. S'ka lidhje ndeshje. Edhe një herë i thash parantezë. Atletico ishte shumë lart pjesën e parë, po. Po janë golat, po e thash në parantezë për të thonë që shive çan ndodh në futboll, po them, e kupton? Kështu që në këtë kontekst qëndron Premier League, qëndron më lart se sa këto të gjitha. Aty ishte dje Nottingham Forest, mundi me trajnerin e ri, mundi Porton, ekipin e portugez, mundi 2-0 dhe dominoi. Pra këtu në të Anglia me Angli, pra ç'a dalin nga Anglia, kujdes se për të thënë vërtetën, dominimi i skuadrave angleze në Europë këto javët e para të Champions, aty kemi mundësi që ta shohim si janë në krahasim me të tjerët, po të shohësh renditjen ke shoh nga anglezët fillojnë me Arsenalin, skuadra e parë. Domethënë që është në pjesën sipër të tabelës. Manchester City, Newcastle, pra në 8 ekipet e para që kualifikohen direkt në raundin tjetër janë 3 ekipe angleze. Pastaj fillon me Liverpooli që ka mbetur pak mbrapa, pastaj është Chelsea, domethënë të bëhen 5, pastaj vjen Tottenhami që gjithashtu është një skuadër e fortë. Domethënë janë skuadra shumë të forta dhe këtë vit duket që shikon tani në Champions ekipe nga Kazakistani apo tani aty ke Premier Liga, Juventus, ke italiane, ke spanjolla. Më pyete që para po ndjek rang shqiptar apo jo. Premier Liga na ka blloku komplet. Po patjetër, di unë. Po pse na ka blloku? Na ka blloku për te ekipet më dha apo që do shohim se jemi tifoz. Do ndjekim Sunderlandin sepse kemi gjakun ton, kemi gjakun kapiten dhe s'rrin dot pa e pa. Do ndjekësh Burnley. Ndjekim Burnley sepse presim ama ku ty broja etj dhe kjo tregon që ne ndjejmë këtë, pra ne e presim. Dhe na ka bllokuar gjithë javën, pra domethënë gjithë weekendin na bllokuan Premier Liga, mezi po më marr me pse po mos fol për vete, ato fol për vete. Po unë nuk flas unë. Fol për vete. Po mos i shef presim me Xhaka, po ne kemi ardhur si do të Dinamo me vonë. Po mos ishin këto. Xhaka, Broja që theti
do zgjidhje italiani para Jo, patjetër, po tash janë shtu. Apo spanjoll, apo francezit. Janë shtu dy skuadra Sunderlandit dhe Burnley që tash për shembull bëj një diskutim, po dëgjoj edhe Kasano ishte shumë i ashpër, po ka disa analistë në Itali që po ankohen shumë për nivelin e ndeshjeve, po normal, dhe për numrin e golave. Për shembull në Itali në 10 ndeshje u bën 9 gola. Imagjino 9 gola. Dhe ndeshja me më shumë gola ishte Milani me Fiorentina, mos gaboj, doli 2-1. Në një ndeshje me 3 gola ishte më e madhja në Itali. 9 gola në 10 ndeshje, ndërkohë që në Angli ritmi i golave pastaj është Shiko, filloi ajo Milan Fiorentina, domethënë filloi loja me 0 km/h kështu. Po. Asim, dera me njaja maja 10 sekonda, 3 sekonda. Del me kom pra ka neq këtë që mos e marr portieri topin më shumë se sa 8 sekonda. S'ka problem. Del ja 6 metra seri. Edhe jo 8 pastaj jep korner, me jo dakord, po them, ai del jashtë zonës, e merr topin dhe ma topin herë, dhe shef herë. Qa bëhet, pra këtë futbollit, po shkële futbollit, po ja, mos ka. Italia tani për të mbetur pak tek Italia nuk është çështje portier, Italia është punë koncepti. Jo, po them, ata e kanë frikë. Kanë frikë mos psoj. Për të mbetur pak tek këto 3 sulmuesit, që me thënë vërtetën këtë vit kanë nisur një sezon të jashtëzakonshëm, si Mbappéja me Real Madrid, Harry Kane me Bayern Munich, po ashtu dhe Haaland po bëhen 3 lojtarë shumë të rëndësishëm për skuadrat e tyre. Mbappéja ka shënuar 18 gola në 15 ndeshje këtë vit. Në gjitha edhe me kombëtarën Harry Kane 20 gola, 12 ndeshje. Haaland ka shënuar 24 gola në 14 ndeshje. Ne mendonim që historia do mbaronte me Messi dhe me Ronaldo, që ishin rekordmen të jashtëzakonshëm për sa i përket golave. Po ka një parashikim që nëse Harry Kane dhe Haaland ecin me këtë ritëm, mund të kalojnë dhe 100 gola në sezon, që do ishte diçka e pa imagjinueshme 10 vjet më përpara. Nëse ecin me këtë, jo 100 më vash, 20 për në Spanjë kanë bërë një parashikim për Mbappén, nëse vazhdon me këtë ritëm që ka Mbappéja, pra që çnoi çdo javë, ai mund të kapi kuotën e 88 gola, po Mbappé është më poshtë se sa Harry Kane dhe Haaland. Do po të llogarisin dhe ndeshjet e kombëtarëve, se janë dhe kombëtarët që luajnë. Haaland dhe Norvegjia po i fitojnë ndeshje nga 5-0 çdo sfidë. Që ai shënon 2-3 gola, ai shënoi 3. Herën e fundit shënoi 3 gola. Do të thotë që ai ka një parashikim që në fund të sezonit, pra në përpara botrorit, ai të arrijë kuotën 100 gola. Tani shiko, për këta të tre me përjashtim të Harry Kane, nuk do jetë kjo e curi për Haalandin, se jemi në nivel grupesh. Mbappéja suportohet nga ekip shumë më pesh. Pse Haaland nuk suportohet? Po Norvegjia pra tani, po the Norvegjia, Norvegjia për nacionale Manchester City. Them City-n jo. Norvegjia është botror. Po Norvegjia është botror. Po pra, është në botror, por nuk do jetë ky ritëm golash të çështë. Norvegjia në mars bën dhe 2 ndeshje të tjera miqësore, që mund të jenë. Shiko, për te rekordit, nuk po merremi me kombëtar. Mos merremi me rekordit, po e kemi thënë gjithë domethënë, kur kemi bërë analizat e lojtarëve të ri, kemi thënë që Mbappéja dhe Haaland patjetër që do jenë ato zëvendësuesit e këtyre dyve që ti sapo përmendëm, kështu që gjithmonë do ngrihen në futboll. Mund bëhet qevi që Mbappé e ka rimar vetën para atë periudhën e bllokimit që kishte në fillim fare kur zbriti në Madrid sezonin që kaloi. Dhe tani është liruar komplet edhe krijon, bën dhe futboll bukur, ka dhe goxha gola shumë të bukur. Haalandi pastaj mbas atij një periudhë që të vështirë më që pati vjet domethënë në sezon, është rikthyer domethënë ai se duket edhe loja e City-t është ka ndryshuar që edhe si duket po më shumë se duket rreth tij, sepse duken edhe shumë krosime që merr nga krahët, nga të dyja krahët. Kurse pastaj Harry Kane ky është përjashtimi. Po, përjashtimi është Harry Kane, domethënë që bën gola në Bundesliga më shumë. Pastaj ka një sulm Bayern që është frikshëm në kampionat. Në kampionatin çik më të lehtë edhe këtë javë nxori minutë 60 në Champions, nxori trajneri, do të filloi të aktivizonte edhe të tjerë se po luan rregullisht, po ka ritëm. Harry Kane është për atë që kemi thënë, domethënë për personazhin profesionist, pra kishim Ronaldon, pa tash më fal ishte vazhdon të luajë akoma, Luka Modric apo të tjerë, ai hyn ke këta. Pra ai ta jep atë ndjesinë e një nënçi tamam, a kupton? Ai lavan pastën, pra është ai që është e bë diferencën. Është çuditshme se si ishte në gol, sa gola bën. Atë ka një merit tjetër përveç golave, është shumë i përulur. Nuk flet fare për vete. Nuk ka shans, domethënë lexoj një intervistë pas nuk dëgjon jashtë jetës sportive atje. Asnjë gjë, mas jetës sportive s'ka asnjë lloj gjë, domethënë është tabu e madhe dhe profesionist jashtëzakonshëm. Domethënë jo krahasoni me Ronaldo në ata vunin nga narcisizmi, edhe Messi dhe Ronaldo, kurse ky ul kokën dhe vazhdon.
Është gjë shumë e thjeshtë, domethënë nuk ka talent natyrë, por ai thoshte që Mateus, që ato që kanë ardhur te Bayerni, ky është më profesionisti për qendër sulmues. Absolutisht. Ato, ai tha kush do të zëvendësoj Messin dhe Ronaldo. Jo, ne mendonim që kush do i zëvendësonte. Një tjetër tu thoshte kush do të zëvendësoj Manushin. Ja ku ende. Gjithmonë do zvendësohen, Zëvendësojnë yjet ato. Gjithmonë zvendësohen. Ka një karton të kuq për Vllaznin në ndeshje me Tiranën, një ndërhyrje varit. Ka sinjalizuar arbitri Gjorgji për një ndërhyrje me Taka në mesfush me ato takat ngritur që shkojnë mbi nivelin e Kaviljes. Duket një vendim i drejtë i Gjorgjit, kështu që Vllaznia që nga minuta e 53 luan me një lojtar më pak. Rezultati vazhdon të jetë 2-1 për Vllaznin në stadiumin Loro Boriçi në këtë përballje me Tiranën. Tani jemi në minutën e 65 të ndeshjes. Kështu që Tirana ka një lojtar më shumë. Pra ju thoni që kush është më vendimtar për skuadrat e tyre? Haaland, Harry Kane apo Mbappé? Kush mendoni që është? Për momentin është Më i rëndësishëm për ekipin? Mbappé edhe kur luan ekipi bën një gol fiton Reali, siç fitoi me Getafen këtë javë. Për momentin është Mbappé. Për momentin është Mbappé. Se City mund të ketë lojtar të tjerë që shënojnë. Do të shikosh jo vetëm këtë historinë e kësaj, por do të shikosh të veçoritë e 3-3-ve. Kush ecën më shumë se Mbappéja me topin triblon që të krijojë raste vetes. Kane nuk është triblues si Mbappéja, nuk është i shpejt për triblje. Edhe Haaland është një lojtar zona aty. Ka shumë goditës shumë i mirë, shfryzon kroset ajrore. Edhe pasime vertikale shumë. Edhe pasime kurse Mbappéja është që bën më shumë hapa se këta. Domethënë shkon dhe vetë drejt portës. Se Cristiano Ronaldo për shembull Capello thoshte që është lojtari më i madh, ka më shumë gola nga të gjithë, por e ka minus triblimin. Në fakt është vërtet, po të shikosh. Po vetëm Messi triblon se tjetër. Po tribluar e kishte problem. Momenti për falendëruar dhe Beauty Point, eksperienca aroma më të mira të parfumeve dhe të produkteve kozmetike tani vjen pranë teje në çdo pikë në dyqanet e Beauty Point, të cilat mund t'i gjeni tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Mine Peza, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Megjithatë, informacione më shumë mund të merrni edhe në faqen e tyre beautypoint.al. Do të bëjmë një shkëputje të vogël e pastaj kthehemi të diskutojmë me El Clasicon, sepse Carvajal, kapiteni i Real Madrid, do bëj një takim tek për tek me Yamal për deklaratat e tij, sepse këto deklarata mund të ndikojnë dhe tek kombëtarët spanjollë. Rikthehemi live në Top Albania Radio në Paso, gjithashtu edhe në digital në kanalin Sport News, dhe po ju thoya pak më parë për një lajm të Mundo Deportivos që thotë Dani Carvajal, kapiteni i Real Madrid, do të flas me Lamine Yamal pas ndeshjes El Clasico për deklaratat e tij. Ka sens. Çfarë ka thënë ai? Yamal në një ambient ku ishte i ftuar në Kings League, është një kompeticion që zhvillohet, që ai ishte pjesëmarrës atje, e pyesin që si është të luash në Bernabeu. Dhe ai thotë, s'kemi problem fare në Bernabeu se vjet kemi fituar 4-0 thotë. Reali thotë është një skuadër që ankohet thotë, vjedh dhe ankohet. Pra vjedh e ka jo vjedh, e ka cheat e complain është anglisht. Jo, Rubano. Cheat, Rubano është. Jo, e ka lamentava. E ka këto Rubano e lamentava. Ke pjesa e momentet diskutueshme, domethënë vjedhin ato me vendimet e arbitrave dhe ankohen. Cheat pas si ta përkthejë cheat, nëse është anglisht po qartë. Është një deklaratë e rëndë përpara një ndeshje El Clasico. Po pse çfarë pret nga Yamali ti? Po mirë, në rregull tani, çfarë pret nga Yamali? Thën nga Yamali me seriozisht. Ai si mosha Yamali kanë qenë gjithë. Ai mund të jetë super, ai mund të jetë super, jo mund të jetë është super talent. Auto pa i do bëhet kurrë i madh. Unë ta kam thonë këtë që në fillim dhe për ta përsërisë prapë s'ka për të bëu kurrë. Sepse edhe me atë mbikëqyrje që ka pas, edhe me atë psikolog që ka, se është një adoleshent, një vogël, një djalosh i vogël është. Nuk di ka daqimet apo jo. Dhe ai nuk e kupton që kudo që të jetë një fjalë e tij rëndon. Ai më të ka thënë atë fjalë, kupton në një sosramene ka thënë para medjave apo jo? Në media më ishte xhiruar, është xhiruar momenti. Po është edhe herë. Ishte një ambient tip, nuk e di. Po këtë po them pra nuk ishte që do dilte lajm, që do dilte sigurt se kupton pra. Ai s'e kupton këtë. Ah, mirë, okay. Po këtë po them pra këtë, ai s'kupton, ai është në një botën e vet apo burr. Ai është në atë botën e vet, ai dëgjoj, Adi. Të më fal. Po, s'ka gjë. Që ai thot, Reali vjedh edhe ankohet e qan. Ajo është që është djallëzia e klubit vet, aty flitet shumë për ato, është ritma të ndjej. Pikërisht pra. Ai është ritma të ndjej. Po, po të tjerë se thon pra. Kur deni 18 vjeç, çfarë lejohet dhe çfarë nuk i lejohet 18 vjeçit. Po pra. Do të kontrolluar. Fiks. Dje par dje kanë pasi takim me Mendesin. Edhe e ka thirr ky drejtori i Barcelonës. Ishte futbollisti Deco. Po, që drejtori i skuadrës. Mendesin. Mendesi kanë 4 orë me atë për t'i shpjeguar atij që jo çdo gjë është flori çat rrethon, jo çdo gjë është pavë.
Me topin je shumë mirë, por kujdes me fjalët. Kujdes me sjelljen, kujdes me atë që po bën me jetën tënde. Domethënë kishe 4 orë dhe do i fliste për menaxherin sepse do të prishë imazhi. Ndërkohë që ti mund të shkëlqesh në fush, e prish këtë nga ana tjetër, dhe është ajo që do ti. Po si bashkove bashkë të dyja. Te po them. Shkon lart bësh të bëj kur më. Po se kapi që tash nuk ka për ai po kesh përdoret. Nuk do ta bëj dot, sepse ai kur del në intervistë duhet të thonë 18 vjeçari, ti mos u gatro me politikat e kësaj. Po fuça dush ti aty. Fuça dush aty. Ai është fryr me atë, është fryr aq shumë me atë, është pompuaj shumë. Sa ti tash nga që ore është nuk është fryja mali, por është nona, është fryj baba. Blendi tha javës tjetër që duhet ta takosh atë 800 euro, po mbledh lekët. Kam bërë 700 pound tani, organizon darka në Londër. Takosh me nona. Paguajnë 800 euro për të lënë me mamën e Lamin Yamal. Se diskutuam edhe te procesi këtë pjesën e Yamalit. Ore, harrojeni tani Ronaldo, Messi apo Zidanin apo tjetër brez komplet. Këta janë brezi tani, Yamali. Janë brez TikTok-u, janë fëmijë. Nuk kanë përgjegjësi. Ju e dëgjuat Luis Enrique se çfarë thanë. Që unë s'kam problem fare për të motivuar 18 vjeçarët. Ta s'kan pikë emocioni, zero. Kam problem 30 vjeçarët, që ata e përjetojnë një rast të humbur, nuk i zë gjumi. 18 vjeçarët, zero emocion. Kufjet në vesh, TikTok-un para, mirupafsh. Nëse. Kjo është jeta. Okej, secili ka mendimin e vet. Ka ndryshuar më ardha, ka ndryshuar. Kemë në ketë 18 vjeçar, domethënë po shef që po luajnë. Kjo zgjidhje, ka pas raste Lenci që ka merituar për tul stol dhe është bërë presion i madh nga sponsorët, nga gjërat nga ata. Është dhe kjo historia tjetër. Po Lamin Yamal sa ai duhet ul një. Po Lamin Yamal ka shtuar disiplinën në stërvitje me Parisin. Ka shkuar me vonesë. Ka shkuar me vonesë, sipas rregullit të trajnerit ka një rregull. Dekoj tha, nëse ti nuk fut atë informacion tha, do kemi shumë probleme. Çështje sponsorësh, ka qenë ndeshja me Parisin kur ai erdhi me vonesë në seancën e fundit stërvitore dhe sipas rregullit që ka Flick, nëse ti vjen me vonesë nuk luan formacion. Ka ndodhur edhe me Rashford, me Rafinha, janë ulur stol. Në rastin e këtij luajt informacion. Dhe kur e pyeti një gazetar Flick në konferencë tha, kjo s'është e vërtetë, tha, kjo është biles foli e përdori me një fjalë një fjalë të rëndë. Domethënë që nuk ka me vonesë. Kjo gjë që po thua ti është një është gjë shumë e poshtër, domethënë kjo që po thua ti s'është e vërtetë. Kush është ky spion? Po në fakt lajmi mori dhënë sepse që nga ajo pyetje u kuptua që diçka aty kishte. Po pra Fliku nuk pranoi që ai ka me vonesë. Që ka thyer rregull. Se reputacioni i trajnerit kur ti e bën me 99% të ekipit dhe fal njërin, lëkundë pastaj fillon patjetër. Se s'do ta bësh më tani. Ndërkohë që rregulli ka qenë një nga bazat që e ka mbajtur Flickun. Dhe po të shohësh, po të ecësh pak me ngjarjet si ka ndodhur, Flick të ndeshën e fundit ishte pak nervoz. Po ta shikosh në kampionat. Shfryu me atë, bëri dhe gestin, doli jashtë komplet një Flicku që ne kemi mësuar. Domethënë ishte një Flick që s'e kemi parë kurrë. Sa i nëse ishte te Barcelona kishte një rregull që ishte strikt, ishte tamam ajo fjala gjerman. Ai këtu doli keq dhe tani në konferencë gazetarët prisnin që të thoshe çfarë do thoshte. Ai u përpoj që të dilte pak mirë se tha më vjen turp thas atë video tha do ta shofi dhe nipi im tha. Dhe i kërkoi ndjes gjithë. Pra u tregua zotri në një farë mënyrë për atë që deklaroi. Po prapse shenja tregon që ai ka diçka që është në presion. Flick është zotri. Pse është në presion? Në presion është sepse rezultatet në vitin e dytë ose më mirë paraqitja e skuadrës nuk është si në vitin e parë. Ka probleme mbrojtje. Sistemi i cilin ai po kërkon shumë. Nuk po jep frutet e veta. Po s'është kjo është e gjithë dhe palli është që ti shkon nga një disiplinë gjermane ku trajneri duhet vendosi. Vjen në një klub tjetër që s'e ke 100% dorë vet. S'e ke dorë vet dhe aty shqetësohesh. Të ndryjnë ata sipër, ti nuk merr dot vendim për një 18 vjeçar. S'merr dot vendim, ai për shkak meritonte të ulte në stol për ato që ka bërë gjatë gjithë 2 javëve. Vetëm si dënim, ti thosh që edhe ti je për të ulur stol. Ai se ul dot. Problemi është që s'të lën sponsorët, problemi nuk është vetëm çështje sponsor, është lojtarë që duan gjithë fush. E duan fush dhe ata që blejnë biletat. E duan fush, ata vinë për atë. Dakord. Po mirë pra la ta mbaj pas. Jo, ti si është? Si do ta menaxhojnë tani kjo është situatë? Si është? Për shembull, nëse do i ndodhte Ancelotit kjo, një trajner si Ancelotti me një djalë 18 vjeç, ai ka kaluar shumë hyje në përduar dhe unë mendoj që atë çon do ta ulten stol njerë, thoshte Mendes si ti shko atje, ta ulte një stol, ta fuste më 10 minuta ose pjesë e dytë. Ta kuptonte ai pse është vetëm stoli ndes vetëm lojtarët e tjerë dhe Real Madrid s'ka. Po kjo është shkon kjo. Do më thoni bie që është çik pesë let Flicku këtë. Është përgëdhelur më shumë se ç'duhet edhe më herët se ç'duhet. Fyu një rregull që kishte vendosur. Shumë edhe. Dhe ky lloj përgëdhelje do çedoj diku. Unë ta them me garanci të plot, do të thonë
nuk se kemi këtë nuhatjen se u bëm kaq kohë me që kemi pa, ose më saktë, kemi ndjekur jetët e shumë yjeve nga jashtë, sidomos. Nga jashtë, po dhe me se tash çdo gjë që bëjnë këta është nëpër media, nëpër portale, nëpër Instagram etj. Ai do përfundoj si Neymar. Si Balotelli. Jo Balotelli, si Neymar. Pra do bëj karrierë, po karrierë cungume. Ja shumë me ato ulje ngritje, me këto budalliqet e veta, me këto flokët me kaçorela që e ka menin mbas gjut topin, do rregulloj kaçorelin përpara flokut i para se me gjyt topin, pra me këto dhe që kur i shef këtu, a kupton ti shikon që valla ai se ka menen aty 100%. Pra ka atë, i ka marrë lekët shumë herë dhe ka atë si zbavitje, pra loj, pra jo loj, pra ka si zbavitje. Edhe thot këta ma ka nevojën. Ja kanë vonë klauzulën e largimit Kacafiu pa rritshme fare, po s'ka njëri. Edhe dhe Barcelona do ketë probleme me autoritar. E di si shpjegonte njëri që e trajtonte në këndin social të punëria malit dhe të rinjve të pasuruar shumë shpejt, thoshte që nga një familje ekstremisht e varfër, s'kesh ekstremisht pasurit madhe. Edhe nuk gjendot ekuilibër. Po ka pas edhe shembuj tjerë, po ka pas me atë e shpjegonte me rastet të 80 vjeçarëve se ky do punë shumë. Po pse Zidane është familja ka Zidane. Derisa këta detyrohen të marrin Mendesin, detyrohen të marrin trajnerin. Kështu që 18 vjeç. Kush? Zidane, nuk u bë 18 vjeç. Ja, si ishte 18 vjeç Zidane, më vonë Platinia ishte ca vjeç. Kështu që ky këtë ka Kone Zidane asnjëri kishte as rrjetet sociale, që ata të marrin qafë. Më shpejt se ky. Është më i shpejti. Ky më i shpejt edhe Neymar më duket se ka pasur. S'ka tash ka ritëm tjetër financa ju flisni nuk u bë 18 vjeç. Tani më vjen keq për këtë pjesë, nuk jam psikolog as sociolog, por dua të them që karakteri bëhet maksimumi deri 10 vjeç. 12. Pastaj po rrëshkite, po ç'a dushti pastaj. Në pra 18, 20, 22 nuk dyshoj gjë më. Ajo ashtu do jetë 24. Karakteri njerëzve normal. Ashtu do jetë, ashtu do e kesh pra mëson. Ju flisni për Zidanin, ka dhe lojtar me karakter të vështirë që kanë gjën më të mirë të botës. Ma thuj një. Maradona nga gjithë. Maradona. Iku edhe prapë çaj. Po. Deri të mërkurë nuk shkruan servitje ata, e mbushja undër. Po. Ende filloi nga Vllaznia shënon golin e 3-1 me penallti Balaj. 3-1 me një lojtar më pak. Vllaznia shënon 3-1. Pas një shkrim para javës. Elbasani po fiton 3-1. Tre gjëra janë të sigurta në Shkodër tani. Fut dorën liçen, kap krapin. Del në rrugë ka humor Shkodran. Futur neshje ka penallti. Bëjmë një shkëputje të vogël, vazhdojmë diskutimin për El Clasikon pas edicionit informativ rikthehemi përsëri paso. Rikthehemi live në Top Albania Radio, po ashtu dhe në digital në kanalin Sport News në Paso me Gzim Sinematin, Lorenzo Emini dhe Arcanin. Në këto momente kanë përfunduar dy ndeshjet e tjera të ditës, pra në kampionatin shqiptar. Elbasani fiton me Bylisin 2-1 me 2 kartona të kuq, edhe Elbasani dhe Bylisi me një karton të kuq. Vllaznia fiton 3-1 me Tiranën në Shkodër dhe tani do bëjmë një lidhje me korrespondentin e Top Channel Klodian Zhivani. Mirëmbrëma Klodi. Përshëndes. Si ishte ndeshja? Ishte në stadium, ndoqë aty nga afër? Ndeshje si përherë si një klasike vërtet e futbollit shqiptar, e mëdhorin emocione vet Vllaznia dhe Tirana, ndeshje perfekte për Vllaznin faktën, edhe për lojën, por edhe për rezultatin, ndërsa Tirana pavarësisht se tregoi një rritje në lojën e saj në javët e fundit, tregoi edhe sot në Shkodër që kaloi fillimisht në avantazh, por kjo Vllaznia këtij sezoni edhe me kualitetet të tjera ndryshe nga sa kemi parë vitet e fundit, paktën kjo Vllaznia është ndryshe edhe me element për diferencën përmes lojtarëve të saj duke kthyer rezultatin në favor. Dy gjëra do doja diskutojmë me ty. E para njëherë fakti që edhe me një lojtar më pak Vllaznia arriti ta çojë ndeshjen në fund, madje edhe të shënoi dhe golin e tretë, pra tjetë sigurt në fund. Dhe e dyta, ky efekti Martini, sa dorë ka trajneri ke kjo skuadër këtë vit, se duket një skuadër komplet e ndryshuar, luan një futboll më të bukur, më rezultativ, golat po vijnë, bale po shënon pothuajse çdo ndeshje. Duket dora e trajnerit jo vetëm në formatimin e skuadrës, por edhe në krijimin e një grupi që ndoshta ka munguar vitet e fundit tek Vllaznia. Janë lojtarët më të lidhur me njëri tjetrin, saktësisht më shumë për njëri tjetrin dhe sot u pa edhe diçka e tillë në fushë kur Bala e mori penalltin dhe vendosi t'ia dhuroj Kastatit për ta quajtur sepse padyshim që ishte lojtari më i mirë në fushë. Pra ka ndërtuar jo vetëm një ekip mirë, por ka krijuar edhe një grup shumë të fortë.
Pastaj pjesa tjetër është normalisht janë lojtarët cilët janë afruar në merkato, disa prej tyre me emra të mëdhenj, por disa tjerë edhe të cilët po kanë shpërthyer vetë dhe kanë gjetur veten tek Vllaznia. Është Kastrati që në krahun e djathtë tregoi edhe sot po rritet nga ndeshje dhe shpresoj të kthehet Kastrati i kombëtarës së Kroacisë përpara disa viteve më parë po luante në kombëtarës së Kosovës, po luante në Kroaci. Është rikthimi i Kallakut tek Vllaznia edhe ai pas një periudhe me probleme gjatë me dëmtime, po gjen veten. Pastaj Murataj një zbulim i zbulimi këtij viti pas rikthimi i Gjinit me qendër të mbrojtjes ka krijuar një skuadër shumë kompakte, por e cila po luan dhe po gjen rezultatet edhe në këto kushte. Kujtojmë se sot ka patur Vllaznia paktën 4 lojtarë të cilët i mungonin dhe unë besoj që sfida më e madhe për Vllaznin do të jetë javët në vazhdim atëherë kur do thehen gjithë lojtarët. Sot ka munguar Murataj, ka munguar Çato, ka patur mungesa në mbrojtje, pra janë 4-5 lojtarë të tjerë cilët në stol që presin dhe ata dhe madje janë lojtarë të cilët kanë luajtur vitet e fundit në formacionin bazë Vllaznis. Pra kjo do të jetë edhe ndoshta pika më vështirë për të menaxhuar për profesor Martinin, por edhe ndoshta edhe pika më fortë sepse Vllaznia ka tashmë edhe stol. Lorenzo Mini, ke diçka për Klodin? Se u njiheni edhe bashkë. Përshëndetje Klodi. Jo, e di çfarë frikë kam për Vllaznin, se edhe në epokën Bërdarit që luante po kaq bukur, madje për mendimin tim luante akoma më bukur se sa kaq. Që u shkëputët 11 pikë para, që ose mban mend se ishte kjo formula, dhe prapë në fund e humbët kampionatin. Mos ndodhi njëjti skenar që Vllaznia s'do e mbajë dot apo. Do na i prishësh emocionet e kësaj fitore. Jo, ishte pyetje me spec. Unë thashë do i thonë një gjë për penaltit. Jo, si kam parë. Në kohë ishte Vllaznia e bukur, ndonse nuk ishte ka shumë element, pa nuk ishte. Po, patjetër. Zhivan, kam dhënë një pyetje. Thonë që futbolli ka lindur në Shkodër, po penaltia në Shkodër ka lindur? Po patjetër, ishte nuk e di. I tregova këtyre që para një. Bëj edhe një pyetje se nuk e dëgjoj. Futbolli ka lindur në Shkodër, po tani këtë vit edhe këtë vjet ka lindur dhe penaltia në Shkodër. E po, penalti ishte, e sotja nuk diskutohet. Po, nuk diskutohet vërtet. Ajo çfarë doja të theksoj më parë është që ne gjithë e dimë që në futboll shqiptar e botror duhen lojtarë të mirë edhe këtë si veti kemi. Por shpresojmë kemi edhe elemente të tjerë. Gjithë duhet mirë, dhe arbitra duhet mirë, gjithë duhet mirë. Po, luhet edhe në ma shveshë, duhet kudo, që shpresojmë që e vërtet. Nëse nuk keni gjë tjetër, Klodi të falenderoj. Suksese. Dhe suksese Vllaznisë dhe shpresojmë dëgjojmë ndonjë të premte tjetër kur të ketë ndeshje Vllaznia. Faleminderit, ju suksese. Grazie. Natë. Vllaznia duhet të thënë diçka, po të shohësh statistikat që ka dhe rezultatet që ka Vllaznia këtë vit, në 8 ndeshje ka 6 fitore, 1 barazim, 1 humbje. Ka shënuar 15 gola. Ekipi i dytë në renditjen e golave të shënuar është Dinamo me 9. Po pra, gati 2 fishe. Po shko çfarë ide e Vllaznis duke parë shifra që është shkëputur 5 pikë tani. Po nesër do luajë Ignatia nesër. Ka ndeshjen e vet me Partizanin. Po 11-14 do shkoj, prap. Kështu që po nëse fiton afrohet ka 14 pikë Ignati. Me këtë logjik them që nëse Vllaznia vazhdon kështu të paktën të thellojë diferencën e pikëve, sepse kështu ka vajtur dhe formula që në fund do përgjysmohet pikët që ke avantazhin që avantazhi që krijon gjatë kampionatit mund të vlejë më pas. Po me pikët që do kesh mund dalësh kampion edhe pa u dashur ajo. Nesër luan Partizani me Ignatian dhe Teuta me Flamurtarin. Partizani me Ignatian që fusha e famshme. Te fusha ku luhet sot Vora me Dinamo. Fusha ku luhet 24 orë në ditë. Se folëm. Pastaj Teuta do jetë me Flamurtarin po në orën 5, të dyja ndeshjet në orën 5 nesër. Që kur flasë për cilësi futbolli, domethënë po shkova se fatikisht shumë njerëz që s'kan qenë asnjëherë në ke arena e demave. Sa emri është bombastik. Po bombastik fare është emri. Edhe fusha s'është keq. Po e fusha mirë është. Pra ata që s'kan qenë kurrë domethënë në arena e demave luhet atje po shkosh shikosh fushën domethënë është të vjen. Më vjen keq ta them, po është të vjen keq thjesht tribune pa neshin. Domethënë nivel superior. Tash do të thotë të vjen keq për lojtarët që luajnë, se mirë ne që shohim pa ata shkretë që luajnë atje. Lojtarët pun kanë, po ne shkretë. Po sa gatuan. Ne shkretë ç'pun kemi të shohim atë Jo, mirë ka ardhi fakt. Çudi të bën që Partizani për shkak pse nuk e bën te Air Albania. Ka stadiumin e vet, Lorenz. Po stadiumi vetë tani ka stadiumin prapë diskutimet e qeravë. Ashtu siç është bërë.
Kthehemi pak tek Reali me Barcelonën se nuk i mbaruam gjithë temat, sepse ne të dielën Barça ka disa mungesa më shumë. Mungon Lewandowski që është sulmuesi kryesor i skuadrës, mungon Dani Olmo, Gavi ka një dëmtim të gjatë. Rafinha me shumë mundësi do mungoj, sot lajmet ai është nuk është stërvitur as sot. Kështu që janë 2 ditë që ai nuk po stërvitet. Ter Stegen është i dëmtim i gjatë dhe ai Ter Stegenit është një dëmtim ky i Rafinhës që nuk e ka lënë stërvitet e sot. Kështu që me shumë mundësi ai do ta humbasi ndeshjen e të dielës. Kështu që janë disa pika të rëndësishme për Barcelonën. Kundea gjithashtu ka patur disa probleme këtë javë. De Jong edhe ai nuk është në momentin e vet më të mirë. Ferran Torres rikthehet nga një mbingarkesë që kishte muskulare, kështu që Barcelona nuk shkon, si më thënë, nuk shkon në formën më të mirë në Bernabeu këtë javë. Po dhe Reali ka Dean Eisen që në mbrojtje që edhe ai nuk është në momentin e vet më të mirë, nuk dihet nëse do luajë apo jo. Carvajali rikthehet nga dëmtimi. Mund të jetë i gatshëm për disa minuta dhe Trent Arnold, domethënë Reali ka probleme më shumë në mbrojtje, problemet e dëmtimeve, ndërsa Barcelona i ka ke pjesa sulmuese, kështu që mund të jenë këto dy probleme që do kenë trajner. Plus që edhe Flick ka bërë kërkesa në të gjitha etapat gjyqësore për t'u hequr dënimi. Sot ka folur edhe kasi i Spanjës, i ka thënë nuk e marrim çështjen. Sa u dënoi? U dënoi një ndeshje. Po një ndeshje nuk do jetë në ndeshjen me Barcelonë, kështu që nuk do jetë me Real Madridit në stol, do jetë në tribun. Pas pak bëjmë një shkëputje të vogël dhe ju bëni një parashikim edhe për ndeshjen. Rikthehemi në pasojë, momenti për të falendëruar Electric Cars Albania. Është vendi ku mund gjeni modelet më të fundit të makinave elektrike, vetëm 2 kilometra në autostradën e Tegut, në krahun e Majt aty. Ka modele nga më të ndryshmet dhe makina elektrike është një shpëtim apo jo, Lorenz? Patjetër ka provuar Manushi. Po e provoi ai mbaron. 6.000 lekë në javë. Po në javë karikim, je i sigurt domethënë. Si e bën më fare. Do të bësh kujdes nga herë me makinat elektrike, se s'bën zhur fare, kështu që je i qet. Themi pak te klasike si shikoni. Po. Si e shikoni ju? Hajde, Gzim, jepi. Kush rrezikon më shumë në këtë përballje të dielën? Jo, do vazhdoj pak diskutimin që kisha ardhi me Lencin. Më duk shumë ta 4 gola Lenci, ata se pjesën e parë të mirë. Arsenali me dikush ta që Atletico. se ka patha, thot pse 4 gola. Dikush që se pa ishte miku ynë. Arsenali tha si ishte mirë, pse i thamë, po gjithë kanë bërë nga 6, pse vetëm 4? Kush i ka bërë Atletico 6? 6 të tjerë. 6 Liverpool, 6 Po 6 PSV-ja, 6 pas Napoli. Mu duk Napoli parashikim? Jo parashikim, po doja edhe një analizë brenda parashikimit. Pse mendon ti për shembull ose kush rrezikon më shumë në këtë ndeshje? Nuk e di, domethënë ka përshtypjen që këto ndeshje që fillojnë me polemika, që bëhen deklarata, që bëhen me shumë provokime gjëra, nuk arrin pritshmëritë asnjëherë. Për shpërqendrohet. 2 ekipe të mëdha do ta përgatisin ndeshjen në mënyrë tjetër. Edhe mua nuk më bën shumë sens ajo që një lojtar do takoj Jamalin që ti thotë që po prishet imazhin. Jep dorën. Jo, e di pse ndodh kjo. Ne them në kuadrin e spektaklit. Ja ti rikthehemi edhe një herë diskutim. E di pse ndodh kjo. Në kuadrin e spektaklit. Në kuadrin e spektaklit të gjërave, një prishje Terezie e 2 ekipeve të mëdha kështu shkon. E përgatit për shkakun nëse kemi të pritshmëri Bayern Bundesliga. A ke pa në herë të merr me të tilla gjëra? Pse në Spanjë kanë këtë frym si frym italian është? Po është kjo fryma sepse me gojën i 18 vjeçari në këtë situatë 18 vjeçari. Shiko, në kohën kur Real Madrid drejtonte Jose Mourinho, pati u krijua një atmosferë shumë konfliktuale midis Realit dhe Barcelonës. Ai përcillte kulturën e vet. Domethënë pati një lloj sherre që ndodhin në fushë ishin të jashtëzakonshme. Dhe këto sherre që ndodhin me Sergio Ramos, me Pepe, Puyol, Piqué, Pepe që ka goditur. Ato që ishin spanjoll, grupi spanjoll, nukli spanjoll i Real Madridit, filloi të reflektojë edhe në kombëtare. Në një moment filluan lojtarët nuk flisin me njëri tjetrin dhe ishte një pjesë shumë e rëndësishme Realit dhe Barcelonës në kombëtaren spanjolle në atë kohë. Dhe reflektoi atje. Do bëj një çështje kombëtare kjo histori. Po ka një ndryshim. Tani ka një ndryshim siç thotë Dardi, që sot Reali dhe Barça nuk janë bazike në kombëtaren e Spanjës. Reali s'ka fare. Reali Xaralla. Dhe pas Carvajal vetëm. Po Carvajal. Ai vetëm që është ai kërkon takim. Nëse Jamali, vetëm që është kërkon takim aty. Vetëm Carvajal është kërkon takim. Nëse Jamali është Aizen, Jamali është i pari ke Barcelona për ato arsye që po flasim, para i pagesë të tjera.
Shoku Xhemal. Në kombëtare, ai është si puna e ushtrisë për zari i ri. Në kombëtare është zari i ri. Sa të marrin, po sa do ai do të lajk pucët, do të lajk qaforën e kombëtare spanjolle, flisim me kombëtare spanjolle është me Amarin me kombëtare spanjolle, po që fitoi kampionatin evropian 17 vjeç. Po që e le për jashtë fare. Po 17 vjeç do të për jashtë. Nëse Arrodhat golin me Francën. Ja, nuk e fitoi vetë. Nëse kishte Nico Williams, kishte lojtar të mirë, kishte Petri, me Francën. Ja, ai dalloi. Po ja, po ka tifozë të smurë si puna jote. Jo, se ç'është tifozë ku bëj. Ku ka tifozë të smurë si puna jote. Ti e marrë ka Çinadja Mali. Po çfarë Ke marrë ka Çinadja Mali sa nuk përdoret shpreha vetë. Të falenderuar Hadi që na kujtoi Zarin se kishim kohë të gjuar shumë. Do ka qenë kjo se mos ka bosh tri, po pak më kupton edhe po shtrin dhun Zar, të rulë. Rulë. Nëse më rulë dhe Dautën. Po pra isoj. Vazhdon. Edhe me Lecka, Jamali të Lecka. Ti fshi çanda. Jamali të Lecka. Kështu që tash ti, domethënë, ai është nga ato trajnerë, vëllai, që po pa që krijon probleme në kombëtare, ai kombëtare rrinstor vëlla, se në kombëtare nuk ka punë me sponsorët. Ka punë me sponsorët, po jo ai sa të prishin marrëdhënien në mes asaj. Megjithatë po them, ai domethënë, sepse këta kujtojnë se jetojnë në një botë imagjinare aty ku janë, po kur mblidhen kombëtare pastaj mblidhen gjithë. Ti ke pas Piken. Ka qenë dhe Pikeja aty dhe prapë domethënë Pikeja i bënte këto deklarata atë. Po i bënte prapë aty utkur, a kupton utkur sepse nuk bëhesh dot për flamurin të erdhi një moment u bë një pakt që lojtarët nuk do grindeshin më me njëri tjetrin. U bë një pakt për të mirën e Spanjës sepse po reflektonte. Tani ti kthehemi pak deri falen se pra ndaj. Pra ti kthehemi derbit, domethënë klasikos. Vjet Realu degeneru. Pra ka humbur në një sezoni ka humbur 4 herë me Barcelona. 4 ndeshje, po në kupë, Superkupë dhe 2 kampionat. Po, jashtë. Por tani vjen ndryshe. Aty e them me mungesa Barcelona, kurse Reali vjen me një Mbappé në super form. Janë dy patjetër kontakte, domethënë është ky mbrojtësi Alvaro Carreras që ka do mbroj do markojë Yamalin dhe pastaj në mes i fushës me Jude Bellingham me Pedrin. Por Reali vjen më i karikuar, vjen në super form dhe ka përshtyme dhe me çik hakmarrje patjetër sepse domethënë në fatikisht u turprua sezonin e kaluar me 4 humbje kaqi Barcelonës. Kështu që unë mendoj që do jenë më të karikuar lucidiumin e tyre dhe shikoj domethënë që edhe nga loja që po bëjnë duke parë dhe se sa ujë fusen mbrojtja e Barcelona me fjalë me Gironë që pa mbjetur raste që nuk di trajneri i Gironës duke vënë duart në kokë në çdo rast sepse ishin gola të sigurt. Barcelona kishte 7 mungesa. Mbappé dhe Vinicius Junior nuk i falin këto raste, kështu që nuk po them se do goleadë Realit, por e shikoj domethënë që vjen me një marzh pak më të lartë Reali në këtë klasik. Lorenz? Nisur nga aty ku e la Ardi që dhe vjet që ishte favorit Reali vjeta, se Barcelona vinte nga periudha e parë e flikut dhe gjithë menduam ndeshjen e parë që është favorit Barcelona, më fal Reali dhe pësoi 4 gola, po e mbani mend. 4-0, po. 4-0, kështu që ishte një goditje shumë e fortë. Pjesën e parë që dominoi Reali. Surprizë, po. Po, pjesën e dytë pastaj një kthim komplet 180 gradë. Kjo besoj këtë radhë më duket pak më ekuilibruar, edhe pse dhe unë jam dakord me që më i favorizuar është Reali, vjen më i plot, por është më e balancuar. Më balancuar do jetë si ndeshje dhe un kam përshtypjen që do shkoj drejt barazimit. Nuk e shikoj që të ketë ndonjë. Në analizat që po bëni spanjollët dhe vën pak në presion trajnerin Alonso sepse ai në 2 ndeshje delikate që ka patur Realin me Parisin në botrorin e klubeve dhe me Atletikun e Madridit, në të dyja të shtoi. Po, do të psoi dhe 4 gola mos gaboj me Parisin. Psoi dhe 5 gola me Atletikun e Madridit. Pra në 2 ndeshje delikate, pra me kundërshtar të vërtet, ngeci. Edhe frika është tani që edhe në një ndeshje tjetër të fortë me rival të fortë, mund të ketë një ngeci, por siç e tha, Barcelona nuk vjen në kushtet e vitit kaluar, është një skuadër që këtë vit nuk gjendet në momentin e vet më të mirë. Dhe kjo e balancon pak atë sfidën për të dielën. Megjithatë do ta shohim se si do rrjedhin ngjarjet, por një fitore Reali do fillonte pastaj do krijonte një lloj shkëputje në Spanjë, sot ka 2 pikë, nëse fiton shkon 5 pikë, po bëhet një diferencë e rëndësishme në kampionat. Por në krah tjetër, nëse del një barazim mund të përfitojë Atletico, që mund të fitonte diçka nëse ata fitojnë ndeshjen e vet për t'u afruar pak me
me kreun e kampionatit. Lenzi e tha kështu nga që domethënë duket si të balancuar, po un prap domethënë edhe pse po nuk e shoh Barazin fare, domethënë njëra do të fitojë se s'bë. Un nuk e shoh Barazin. Nuk e shoh. Tjetër gjë nga kjo ndeshje nuk na mbeti vetëm për ta parë të dielën, por dy gjëra që kanë lidhje pak me këto skuadra. Messi zgjati kontratën deri në 2028, që ishte një vendim pak i papritur, sepse ai është duke mbyllur karrierën me Argjentinën. Thonë që nuk do shkojë më të luajë me kombëtarën përveç botrorit, domethënë do mbarojë të botrorin dhe pastaj mbyll, por kjo zgjatje kontrate është një dorë zgjatur për duelin me Cristiano Ronaldo. Sa ai në krahun tjetër do luajë edhe 2 vjet. Sa vjet shkon Messi edhe 3 vjet? Messi shkon 41 në 2028 dhe objektivi i Messit është për të arritur golat, 1000 golat. Kush do i arrijë më shpejt? Ronaldo apo Messi? Messi i duhen gati rreth 120 gola për të shkuar 110 gola për të kapur 1000. Ky objektiv nuk ka lindur sot aty, ka lindur që dje. Objektivi kanë ikë të dy nga Evropa se nuk e kapshin dot. Edhe shkon atje se për Pelin kështu bëi kritika. Po pse bëri 1000 gola, thoshin se ka bërë me kundërshtar dobët shumë gola. Pse s'vin këtu? Pra Cristiano Ronaldo ka bërë më sakt 900. Është kampionati i vështirë ky joni për gola. Ronaldo ka luajtur të japin edhe karton të kuq edhe për lek s'ka nevojë. Shikoni statistikat. Ronaldo ka luajtur 24 sezone, ka shnuar 949 gola në karrierë. Në 1292 ndeshje, është 40 vjeç. Nuk i botat timi. I duhen 51 gola. Po mos i më qen 51 gola. Si u bën 51 gola? Ka edhe 2 vjet kontratë. Po ja. Messi ka luajtur 21 sezone, është 38 vjeç. Dëgjoj ata do luajnë nga 50 vjeç. Ka shënuar deri tani 889. Pra i duhen 111 gola. Po. Deri në vitin 2028 kur firmos kontratën e re. Dhe ja tërsohet pak edhe pas do të bëjë Messi gola. 1130 ato që janë të interesuar për golat e këtyre dyre, i di që t'i japi edhe nga kundërshtari në sponsorizim. Kurse mua më bëri përshtypje një postimi i David Beckham, nuk e di a ke parë në Instagram, që mami vet po takoi Messin. Edhe Mami Beckham dhe Beckham si edhe kështu tamam sër siç është ai. Në fund kishte nxjerrë edhe kur mami nuk do që ta lër vetëm Leon, se nuk ka asnjë avion, nuk po i ndaj domethënë. Ajo ishte shumë kishte kështu porosin që ta markonte. Mediatike. Shumë interesante ishte. Një gjë që doja të diskutoja pak edhe me Lorenzin është kjo e rregullit të Wenger që ka marrë shumë vëmendje këtë javë, sepse ka mundësi që rregulli që ai ka propozuar për pozicionin jashtë të ndodhi në botrorin e ardhshëm. Do propozohet tani në një mbledhje që zhvillohet në nëntor. Pra që gjithë trupi po në muajin mars. Në muajin mars vendimi. Pra që trupi të jetë jashtë pra. Vendimi pritet hyn në fuqi dhe për herë të parë mund të provohet gjatë botrorit në Amerikë. Pra, pozicioni jashtë lojë do jetë kur midis lojtarit sulmues dhe lojtarit mbrojtës ka hapësirë. Atëherë është pozicioni jashtë lojë. Nëse kryqëzohen, s'ka pozicion jashtë lojë. Mos merr më me thonë 90 cm. Pyetja dhe aty më gëzime. Do ketë aty centimetra. Po patjetër, sa? Ku të ketë hapësirë pra thotë. Po pra sa centimetra? Sa është hapësira 1 mm? 1 mm. Po, do merresh me sa do jetë. Do trashi vizën ai. Ai do trashi vizën, duke ne edhe do thotë janë bashku trupat. Jo më se sa diskutim ai se shikoj. Pyetja që do t'i bësh. Po tash ato po e shkruajnë vizën dhe po prek themrën e Kavilës. A ka nevojë offside, se do shohë që është bosh. Po se preku viza ose preku viza. Pyetja që do t'i bësh është, a ka nevojë futbolli për këtë ndryshim rregulli sot? Po them se po. Ka nevojë. Po e di pse ka më, sepse Champions Liga kishte 50 gola. Glend, shiko pse. Pse ka nevojë? Se çështja bëhet për të favorizuar sulmuesin deri diku. Champions Liga kishte 50 gola, po me këtë formulë që ka Champions Liga mund bëhesh edhe 6. Po po, se nuk është. Që ti bashkon të fortët me dobët. Nuk është tregus. A ke pa në Champions League ekipe që kaq dobta saktë rradh? Ai që është tregus është kjo që Lezë do ta përmendim më shumë. Po, mbaje fjalën, më një herë pas publicitetit rikthehemi dhe diskutojmë. Ku lam diskutimin tek rregulli i Wenger për pozicionin e lojës. Tani ky rregull ka vite që ka ecur. Po diskutohet. Po tani duket se ka ardhur momenti final për tu futur. Po pse mendoj unë që ka ardhur momenti Glen, sepse ideja është që gjithmonë në futboll të jepet përparësi sulmit, golave, spektaklit. Dhe ajo e thoi që tha Gzimi, që thembra thoi veshi, po e prish lojën. Që e prish lojën nëse një gol është diçka e rëndësishme një gol. Po favorizimi që do t'i bëhet sulmuesve është i madh. Patjetër. Dhe për këtë po synohet që ta domethënë të ketë hapësirë. Pastaj sa do lënë. Sidomos për sulmues si Mbappé. Tani shiko, po flisni, shiko, se Lenci e më të parë Lenci se shumë. Jo, kaq kjo është ideja domethënë që pse duhet pra ti e pro.
është pasazh privilegj shumë i madh për sulmuesit, ëh. Se njerëz të shpejt që Jo për sulmuesit, ai është privilegj për lojë. Ai disi është në atletik, në 100. Po shkon, po marrim sprintierët. Në qoftë se njëri niset me gjysmë trupi, ai ta mat me kohë. Sa fiton? Okej, krahasimi. Tani kjo që thot ai shpëton një gjë, po jep akoma më shumë pushtetit sulmuesit. Kjo vengrit. I jep më shumë pushtet golave të bukur. Golave të bukur, po tash shikoj janë anulluar. Ai çohet me kokë mbi kokë si portierëve vetëm se e ka shpathën që se shef fare, nuk e shef fare tani që ka mbrapa, shef shpathën ti çohesh me kokë. Po nuk janë vetëm golat të bukur, ai ka hallë golave, nuk ka hallë golit të bukur. Mirë, të gjitha nuk i kemi rënë çfarë golat të bukur, kemi rënë çfarë. Lenzi filloi të thotë domethënë po do janë ndërprerva unë, përveç kësaj pastaj heq të frustrimin e njerëzve në stadium apo që të shohin domun për një e prekur se prekur për kaq domon, për këtë edhe kjo është. Neve këtu themi po desha 5 minuta do përpara një rast. Ne thamë u haruan portat hapur, u haruan Sarcineska, jo Rubineti i golave, kjo ajo, kurse ata vet gëzohen, thonë që hajse njerëzit duan gola, 6-2, 7-1, 7-2, po kush shef ai kush luan? Dhe kush i pson golat, thotë ja formula atyre. Sa ai me shumë ekipe nuk ka më shumë sponsor. Ndërkohë hapen portat, nuk është më porta 7 metra. Megjithatë, festivali i madh shumë festivali i madh. Vin golat në mënyrë artificiale madje. Pavarësisht se të çuditani të ndihmoni voglit të madhin për gola. Mësoi Napoli 6 gzim, ajo ishte fare. Po edhe Napoli mori një leksion shumë mirë atje dhe dëgjoj komentet itali. Conte ka dalë 3 herë thoshte kampion me ekipe të ndryshme. Është specialist për Serie A, ama sa del andeta të ruaj Portën. Tjetërsohet. Ka dhe diçka që nuk gjendet dot një mesme për pozicionin e lojës. O do jetë kjo që është tani, pra që kur ti dhe thojnë e ke përpara ndalet loja, ose ndryshe pastaj do bëhet kjo që të ketë hapësirë midis mbrojtësit dhe sulmuesit sepse nuk ka një po filloi ke krau. Gjysma trupit do ishin edhe një jo të mirë. Kjo që të ketë hapësirë ndërmjet mbrojtësit dhe sulmuesit, kjo e zgjidh njëre mirë këtë pjesë që sepse ndonjëherë mban mend që vizën ti e vetë supi, mjafton ta vesh 1 milimetër më brenda dhe nxjerr offside. E kupton se këtu është vitin e kaluar, për shembull, me mbrojtjen që ka bërë Barcelona ne kemi parë raste si këto pafund. Ose ka qenë një rast me Lewandowski që kishte futur këmbën poshtë, këmbën së kundërshtarit, dilte Maja, ishte një gjë. Po puteshin thojtë të dyve. Po kjo ndoshta mund të ndryshojë strategjitë e disa prej skuadrave. Për shembull Barcelona do të ketë vështirë të luajë me këtë model nëse futet ky rregulliri apo jo. Shikoj, mosbesimi centimetra se është kjo. Mosbesimi. Po jo, sa i fiton gati 1 metër. Mosbesimi ke gjithçka që bëhet, edhe ke teknologjia e re, se domon do hyj dhe AI ke futbolli, patjetër që do hyj, e kupton? Edhe pikërisht mund të hyj edhe këto gjëra. Pra intelekti automatikisht në dorë sistemit. Dhe ato nuk janë sisteme që futen durë siç janë këto. Ato janë sistemet janë buan kodet, kupton, dhe lidhet aty dhe ai e merr me sinjalin kur është godit topi, se topi tash janë me sensor. Po, me sensor. Edhe janë pra diçka do jetë më automatizuar. Unë them që është një rregull që i bën mirë, her pas here që ndryshohen diçka e tillë, sepse edhe që u lodha me këto tash duke prit 4-3 minuta tash me pa ku ka punë penaltie që arbitri s'do me thirr varet aty do të vetë se on thotë mirë pafshim. Kur e puna me paqe i gol shish prezin të gjithë trajnerët, të gjithë detarët, të gjithë tjerë prezin çfarë thot vari, inshallah se ka kalu ka vilën, pra këto janë këto e prishin futbollin për mendimin tim. Më mirë dene që offside të paktën te pozicioni jashtë lojës të offside-i, mendoj që ishte zgjidhur kjo mënyra gjysmë automatike dhe nuk do merrte kaq kohë, por kur shikon tani 5-6 minuta prap. Pikërisht pra. Atëre prit se po rrin lojtarët nga 5-6 minuta 2-3 herë gjatë ndeshjes. Domethënë për ta paqe e ka pjecë ose ka më mirë kur më mirë që për sa i përket nëse gjithë trupi është jashtë quhet offside. Për sa i përket kësaj të varet me penaltit, për shembull, unë këtë nuk po arrit ta kuptoj akoma që arbitri 1 metër larg e jep penalti. Po. Dhe ja kthen varin. Do të thotë që shef një gjë ndryshe komplet nga vari. Atëherë, sepse unë varin, disi më duket mua vari si diella, si diella e ku provove ti diellën? Ja ta e di se doli. Ja, sepse vari është shtrirë në. Mirë, lëre vari, po diellën ku e provove? I va shumë duket. Ore ku e provon që bën krahasim? Ka provuar Shëngjin, po pra diella, po, te diella, bravo. Te shumë duket. Ata rrin ulur aty shikojnë një gjë ftohtë fare. Arbitri 1 metër larg ja kthen vari. Ashtu tepër tani që i çon. Ta themo se e provoi diellën. Ato ti futesh me rkuj gjokë diellën. Po. Ato po marrin në konkret ke Albania. Ati sistemi nuk i hyj fund para se ça halli ke ti, po s'patë një gjë që mungon, që s'është e domosdoshme për të marrë atë gjë që marr nuk e merr ai se kështu është kuptuar kaq marrë filmi. Për fjalën kjo tranlloj penalti. Kaq pra është fjalë mirë për atë që kërkon thua. Po. Për këtë po thua. Edhe një diella çfarë shpreha që kanë ata, do dish mirë thua për rastet kur diella ofron shërbime, diella nuk është ChatGPT. E di si është diella.
se ti e shpije çik gjatë teorikisht. Është si ajo, duhet dish mirë t'ja lypësh. Bravo, faleminderit Gjiri. Në kampionatin anglez nesër ndeshje të rëndësishme. Chelsea luan me Sunderlandin, Manchester United pret Brightonin dhe Brentford luan me Liverpoolin, ndërsa të dielën do të jetë Arsenali me Crystal Palace, ndeshje shumë e fortë. Aston Villa, Manchester City dhe Wolverhampton, Burnley. Këto do jenë sfidat e rëndësishme. Ndërkohë që ne janë bashkuar Erma dhe Davidi. Hajde. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Pas pak do jeni me Lançon. Pas pak do jemi me Lançon, si u shkoi pasoja? Shumë mirë. Bukur. Po. Për e klasiko Kemi një hall shumë të madh që kjo reper e Argentinase Nicki Nicole, shoqja e Ermës, na e ka marrë në qafë Jamalin. Në ndeshjen e fundit të Champions League-s ai e zbriti dhe në stol. Bën foto atje, po bëni pasime me topin atje, do të bën shumë foto dhe ajo. Është e para që ka pas kjo apo si? E para, e përjeton shumë mirë. Ajo madje ka shkuar deri aty sa e çon dhe e merr nga stërvitja. Se është dhe më e madhe në moshë ai, duket është 25 vjeç, po. Mami dytë, çon, mami dytë. dhe i ka bërë edhe një gjë tjetër që ishte kundër rregullave të klubit, e ka hipur në helikopter, që nuk lejoi në kontratë që ai typi se për sigurinë e lojtarit. Ai në kohën e pushimit e ka çuar me helikopter në një xhiro në Kroaci. Kështu ja bën edhe Van der Nara e kartit kur e ndau nga burri atëherë. Po mirë se kjo e vë pak rezultatin e El Clasicos në pyetje. Prapë ai mbetet lojtar i rëndësishëm në El Clasico dhe gjithë presin që nëse do bëj gol, do ta bëj atë sistemën e kurorës apo jo. Nuk ka buzon 24 orë para, se bënin çik më para. Ti David si e parashikon klasikën Realin me Barcelonën dhe luajë dielën? Si e parashikon? Jepi një parashikim. Nëse unë do thoja se ti je zëri i vërtetë, se këta të tjerë janë gjithë tifoz. Nëse unë do thoja që fiton Barcelona, vëllezërit e mi do më kapnin ngrushta. Po ana tjetër do t'i bëjë qefi Manushit nëse do thonë këtë gjë. Jo, Manushi nuk ja bëj qefi. Manushi qefit mua. Po. Real Madrid fiton Real Madrid. Unë them edhe për hir të faktit që fiton Reali, që e tha Davidi, unë them fiton Barcelona, edhe do jetë ndeshje shumë e fortë ku Reali do kryesojë në fillim, po pastaj do ja marrë kalan nga brenda. Ndeshjen domethënë. 50-50 thon ata, 50-50. Goli kush do të bëj? Kush do të bëj? Çuna ju falenderoj. Takohemi për çështën e pason të premten tjetër në orën 6. Tani vazhdoni me Ermën dhe Davidin në Lanço pas pak. Miu dëgjoj.